Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të ndërrollë dhe zërë vazhdo me ligjëratën e 15 në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku jemi duke folë për atë që se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në përbet disa ngjarjeve kuptohet që nuk ka qenë person që ka qenë i izoluar nga shoqëria, dhe nuk ka pasur kurrë lidhje me shoqërinë. Jo, përkundrazi, domethënë ka qenë pjesë e shoqërisë atë ku është dashur me kanë. Do të çështje të mira, çështje të cilat tregojnë drejtësi. Dhe folëm për një rast prej rasteve që dëshmon këta, ligjëratën e fundit, e që ishte lufta e Fijarit, apo Harbul Fijar. Ku tregu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çish moshën e re, domethënë ka marrë pjesë në këtë luftë, jo në mënyrë direkte, po i kanë ndihmuar xhallat vetë. Kur të folëm për dobit, pse ishte dobishme kjo? Do të thonë pse është më rëndësi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çish në rinim e marr me kon pjesën e luftës, u kuptu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pasi që i kishte marrë disa përvoja të ndryshme, disa mësime në rinin e tij, tash i ka ardha me marrë një përvojë tjetër, një mësim tjetër që është me kuptu artën e luftës. Andaj Allah azza wa jalla e bani që me kanë pjesëtar ose pjesëmarrës në luftën e Fijarit. Tash vjen një ngjarje tjetër në rinin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, më njëherë pas luftës Fijar. Do të thonë 4 muaj pas luftës së Fijar, lufta Fijar ka ndodhur muajin Shaban. Tash në Dhul Qe'de ndodh një ndodhi tjetër shumë interesante, që është shumë e rëndësishme për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, që është tash pasi kuptove luftën, tash do të më kuptova edhe një me marrë një përvojë tjetër që ka të bëjë me marrëveshjet, me aleancat ose me pakte të ndryshme, beslidhje të ndryshme. E që ndodhi pastaj është fjala për Hilful Fudul. Hilful Fudul është aleancë, pakt, beslidhje që ka ndodhur kohën e para islame. Do të thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka ndodhur kjo aleancë i ka pas 20 vjet. Do të thonë ka ndodhur 2 dekada para pejgamberllokut. Ka qenë prej aleancave më të rëndësishme ose më fisnike tek arabët. Dhe ai i cili e ka themelu këta dhe ka thirrë në këtë aleancë ka qenë një burr i madh që ka pas emrin Zubair ibn Abdul Muttalib. Kush ishte Zubair ibn Abdul Muttalib? Ishte axha më i madh që e ka mrin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo, dhe Zubair ibn Abdul Muttalib dhe baba i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë vëllezër nga baba dhe nga nana. E çka ishte arsyeja pse më thirrki në këtë aleancë, në këtë pakt, ishte një ndodhi që i ka ndodhur njënit prej personave të Zubejdit. Ka një person, një njeri nga një tregtar nga Zubejdi, kabile në Yemen, ka ardhur për tregti në Mekë. Kur ka ardhur me mallin e vet, duke dashur me shit njërin prej malleve, e ka ble ose ka marr El-As ibn Wa'il me kast. Kur e ka marr mallin, nuk e ka dhënë pagën. Ka refuzuar me ia dhënë pagën, me pagujt. Dhe pastaj ki shkon që ki personi nga Zubejdi, nga kabila Zubejdi, shkon tek disa persona, tek disa alat që i ka pas, Abduddarit, Makhzumi, Gjumah e tjerë, mi pa ta refuzojnë. Refuzojnë me kon pjesë e kësaj mosmarrveshje, për arsye se që ki El-As ibn Wa'il ka qenë njerë me peshë në Mekë. S'kan dashur me pas punë në këtë. Jo vetëm se refuzojnë që ti ndihmoj t'i dalin krah këtij personit, këtij tregtarit që ka nga Mekë, nga Yemeni në Mekë, po edhe e qortojnë ata dhe e përzon. Detyrohet ki pastaj, që ashtu si njërë që është bërë pa drejtësi, detyrohet pas lindjes së diellit, ngjitet në kodrën në malin Ebu Kubejs. Thash Ebu Kubejsi e kina përmend kur kina folë se Mekë është mes 2 kodrave të mëdha, Ebu Kubejs edhe Kuajkaan. Këto dy janë ata që kanë ndonë në hadith, kur ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që i ka zbrita me laçe, që i ka thonë, nëse do, mund mbi bë bashkë këto 2 kodrat edhe me zhduk Mekë. Njëna është Ebu Kubejs edhe njëna Kuajkaan, thuhet që është mali i parë që Allah azza wa jalla ka venduar në tokë. Me rëndësi. Ngjitet në kodrën Ebu Kubejs pas lindjes së diellit, përderisa Mekasit kur e shitet ishin për rreth çapës. Dhe e ban një thirrje me zot lart, duke e thurr një poezi. Domethënë në mënyrën duke thurr poezinë, domethënë ban thirrje tek kurëshitët. Dhe i thotë: "Ya ala fahrin li madlumin bida'atuhu bi batni Makkah na'i dari wan nafari."
Vazhdon pastaj edhe dy vargje tjera. Kuptimi I kësaj vjershe është o ju pasardhësit e Fihrit. Kush ishte Fihri? Ishte Kurejshi, apo Fihri ibn Malik. Ishte stërgjyshi 11 I pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kena fol për ta, apo. Fihri është ai për cilën krejt pasardhësit më pas tina janë quajtur Kurejshit, se kishte Kurejshi, apo. Dhe ishte ai themeluesi I këtij fisi që I kishte mbledh pastaj prej anekan, domethënë Mekës dhe rrethin I kishte mbledh në Mekë. Apo ç'ki Fihri, thotë o ju pasardhësit e Fihrit. Ka ardhur një person që është bën zullum në mesin e Mekës. A është larg prej vendit e vet dhe prej njerëzve të vet. Sigurisht nëpërmjet kësaj pozicie po kërkon të ndihmojë të dalë dikush në krah. Dhe kjo thirrje domethënë ngjall në xhexhen e pasur të dikush prej Mekasve. E I pari prej tyre ka qenë Zubair ibn Abdul Muttalib. Ka qenë minxha e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe thot një fjalë thot ma li hadha matrakun. Nuk kena më lënë çket me ka përsilat. Çket ngjarë nuk kena më lënë me ka përsilat. Let. Edhe shkon I tubon disa fise. Kureshitët, prej tyre Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib, Banu Asad, po edhe Banu Zuhra dhe Banu Taym me kështu me radhë, shkon I tubon tek shtëpia e Abdullah ibn Jud'anit. Abdullah ibn Jud'ani at-Taymi ka qenë akraba ka pas kushëri ka pas Aisha radhiyallahu anha. Po ka qenë njeri me peshë në Mekë. Thuhet që në fillim, domethënë kur ka qenë I ri, ka qenë shumë fukara. Po pastaj ka gjetë një fallë pasurie, që atë pasuri pastaj ka filluar nëpër Mekë me shpërnda, me kanë shumë dordhan. Dhe kanë filluar pastaj me dash shumë Mekasit dhe me gëzuar një pozitë lart tek dhe autoritet lart tek Mekasi. E te shtëpia e këtij na tubohet. Ke përgatit një ushqim dhe pastaj mirën vesh, domethënë Dhul-Qa'da, tham muin Dhul-Qa'da, mirën vesh që me kriju me themelu çket aleancë ose çket pakt, çket beslidhje që është quajtur më pas Hilful Fudul. Hilful Fudul. Ka disa arsye pse është quajtur Hilful Fudul. Fudul I vjen sigurisht aleanca e drejtësisë ose aleanca e virtyteve të larta, po thuhet se Fudul është shumë si I Fadl. Fadl sepse në këtë mezhlis, në këtë aleancë kanë marrë pjesë 3 persona kryesor që kanë pas emrin Fadl të tret. Andaj edhe shumë si kësaj është Fudul, bën rasti që kjo aleancë është quajtur Hilful Fudul. Janë marrë vesh që mi ndal ndihmë kujtdo që I bëhen zullum në Mekë. Pa marrë parasysh kush bën zullum. Këta mi dal në ndihmë. Tamam, dhe shkojnë pas kësaj aleance, pas kësaj beslidhe, shkojnë tek Al-As ibn Wa'il, ja marrin mallin dhe ja kthejnë këtij personit nga Zubejdi. Çiket aleancë ka qenë prezent edhe kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse në këtë aleancë është ngrit flamuri I drejtësisë dhe është luftu padrejësia. Edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është tash pejgamber, apo Allahu ka dashur që me kon pjesë kësaj që me marrë çket përvojë, që përmendëm më herët. E ka thonë me një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, laqad shahidtu fi dari Abdullah ibn Jud'ana hilfan law du'itu bihi fi al-islam la ajabtu. Kam qenë dëshmitar në shtëpinë e Abdullah ibn Jud'anit me një aleancë. Nëse isha thirr tash në islam, do të isha përgjigj ftesës. Thot tahalafu an yaruddu al-fudula ala ahliha wa alla yu'izza zalimun madhluma. Thot janë marrë vesh në atë aleancë, në atë pakt, që mja kthi hakin çdo kujt që I merret dhe mos me elan dikush me shkel dikan. Por pejgamberi alayhi salatu sallam parsi që mësoi artin e luftës, tash po mëson artin e beslidhjeve ose aleancës. Sepse Allahu azza wa jalla më pas çket njeri do ta bën për atyre që do ta plotësojë, do të jetë për atyre që do ta plotësojnë, do t'i plotësojnë virtytet e larta, apo. A ka në hadith inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Jam dërguar që t'i plotësoj virtytet e larta, apo. Do thon pas ka pas, po ki pa pejgamberi edhe se ka ardhur veç se t'i plotëson do gjana që vetëm se kanë qenë te dikush prej Mekas. Atë nëse në vëllezër dhe analizojnë akadishën arabik, veç atij Mekë, që ka qenë qendra kulturore, ekonomike, politike në atë kohë, apo? Dhe për këtë ose rreth kësaj kena fol disa ligjërata.
e shef o vëllezër, analizon se shtytësi që i ka shty këto njerëz me dërgjegje të pastër, me themelu një traktat ose një aleancë, nuk ka qenë veç një rast i një personit, në këtë rast Zubejdiut, që këti person që ka për Jemenit, ose një rast i, domethënë, i izoluar dikon. Jo, ka qenë nevojë patjetërsueshme që me ka një aleancë që do të ndale për arsye se ka filluar të përhapet shumë zullumi. Ka filluar të përhapet shumë zullumit në Mekë, veçanti pas luftës Fijarit. Pas luftës Fijar. Se çaj lufta kur ka ndodhur? Pse është quajtur Fijar? Sepse ka ndodhur shkel shenjtëria e muajve. Tashmë përveç se është përhap zullumi, që rregullimi nga dishon arabik në veçanti në Mekë, tashmë është shkel edhe shenjtëria e muajit. Domethënë është nevoja më tash shumë më e theksuar që mu themelu një aleancë që kam i dalë ndim vendasve, po në veçanti ata të cilët kanë më ardhur dhe domethënë kam i bën ata që të njihen sigurt. Se kanë nevojë për dikant që të t'i dalë në krah, që më ardh me mundi sigurt që më ardh pastaj tregtin me zhvillu sikurse është rrendi ose sikurse ka qenë. Sepse Mekka ka qenë edhe qendër tregtare, po. Ti tash kur e kupton që është keq qendria e muajve, kur e kupton që ka pasur dikush që me Jemenit ja ka marrë dikush Mekë, pastaj më njerëzit edhe, andaj kanë dalë ta persona me iniciativën e Zubair ibn Abdul Muttalib për ta themeluar këtë, e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë prezant. Dhe pastaj në çiket aleancë vëllezër janë thirr vazhdimisht në raste të ndryshme. Është një rast që e ka përmend Qasim ibn Thabit në Garibul Hadith se një person prej Hatham ka ardhur në Mekë si haxhi ose si umrexhi. Do të thonë ai transmetuesi dyshon ose e ka pas me vete një vajzë që ka qenë vajza më e bukur. E ka pas emrin Katul. Ka qenë më e bukur asë koha. Kur ka ardhur në Mekë, ka qenë një person që është quajtur Nubej ibn al-Hajjaj. Që ki Nubej ibn al-Hajjaj në Mekë ja rëmben këtina vajzën. Ja rëmben edhe çon të shtëpia vet. Ki pastaj thret me zot lart dhe thot men yu'iduni ala hadha ar-rajul, kush më del ndim kundrejt këtij zullumçari. E i thonë alejke bi hilfi al-fudul. Thot shko lip ndim tek hilfu al-fudul, të çaj aleanca. Dhe ki shkon pasaj shkon te qabja edhe thret me zot lart dhe thot ja lal hilfi al-fudul. O hilfu al-fudul, o ja aleanca e al-fudulit. Dhe nuk shkon shumë kohë, domethënë prej nga të gjitha anët e xhamisë ose mesxhidit e haremit, se sa kanë mesxhid po qabës është përshëndet këto. Nga çdo himje e qabës fillojnë njerëzit kanë vinë të fudulit që kanë qenë pjesëmarrës ose kësaj aleance me shpatat nxjerrë nga kallëfi. Edhe duke thonë alej ja'akel gawthu famala. Ka ardhur ndihmë thotë çka është puna jote. Thotë kështu thotë inna nubejhan, thotë Nubejhi ma ka marrë vajzën, ma ka rrumbi me pa drejt me dhunë. Me njëherë janë nisë të shtëpia që këti Nubejhit, ibn al-Hajjaj. Janë nisë, padraderës dhe kanë thirë. Ka dalë ki, ka thonë, akhrijil gjarje, wejhak. Ka thonë, nxjerre vajzën. Ka thonë, mirë për ty, a nuk e di që ne imi marrë vesh me një, hilful fudul, dhe më thonë, a ke menu që kime mujtë me pështu? Ka thonë, ka me bon, ka me nxjerë vajzën, veç sot, këtë natë në ma lejoni, këto kanë thonë, la wallah, pasha Allah njo, asa me pi një glëng qumë sa lejone. Ki ka dash vesh një natë ma, ta gzoj, ka thonë, jo, asa një glëng qumë me pi, nuk goja pleje. Kina mi dalë në dim, dikuj që është bon, zullon. E shofim vëzën nga kjo pjesë e sirës për nga veri s.a.s. Se si që ishë në kohën e gjahiljetit, pas ka pasë bura, do më thonë që e kanë urrejt zullumin, dhe i ka dalë në dim, dikuj që është bon zullon. Apo. Dhe i kanë dalë përpara janë ballafaqur me zullumçare. Kush jo besimtarë para islamit, apo para ardhes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E shohën atash jo besimtarë të sotshëm. Ata të cilët thirrën vlera ndryshme, e thirrën në civilizim, e thirrën diçka që janë shumë larg asaj. E shohën në krahun e kujt qëndrojnë, zullumçarit apo atij që i bëhet zullum. Nuk është çudi kjo, apo nuk është çudi se ato jo besimtarët janë një millet. Ama fundi është i besimtarë, gjithsesi. Ama shef se këto nuk janë edhe sikur se mushrikët që janë kanë para mët. Mushrikët e kanë urrejt zullumin. Ka pas pitime që kanë urrejt derisa
e kanë themelu këtë traktat. Këto tash i dalin në krah kujt zullumçarët. Mi po me lejnë Allah, domethënë fundit do të jetë për besimtarët atëherë kur kthehen në fenë e tyre. Çish ka thonë Allahu azza wa jalla fenë e tyre, domethënë ta kapin mirë dhe ta dinë se vëmë nësrujna min indillah. Domethënë ndihma veç ka marrë pi Allahut. Nga kjo ngjarje vëllezër ka shumë dobi që i kanë përmendur ulemaja. Do të ndalem te disa prej tyre. E para është kujdesi hyjnor ndaj pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dhe se si Allah azza wa jalla këtë pejgamber çish në natyrshmërinë e tij e ka pasur mbjellur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam urrëtin ndaj zullumit. Dhe ka dash drejtsinë. Dhe ka dashur mi dal në krah diku që i bëhet pa drejtësi. Dhe me akthi hakun atij që i është marrë haku. Andaj duhet që edukatori çat që kanë në dorë në përgjithësi, nëse vërejt e ka do një cilësi të mirë, apo të mundohet t'ja ruan ata dhe t'ja kultivon, sikur se në këtë rast dashuria për drejtsinë dhe me urrejt zullumin. E shef që e ka, mundohet t'ja kultivosh edhe më shumë atij që e keni në përgjithësi. E dyta vëllezër, e kuptojmë nga kjo pjesë e sirrës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se drejtësia është vlerë absolute, nuk është diçka relative. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo rastisht krenohet me pjesëmarrjen në këtë hilf, në këtë traktat. Dhe thotë unë mu thirr prapë në Islam kisha marrë pjesë. Që tregon që nëse është diçka një vlerë e mirë, edhe nëse ka pas dikush që ka qenë, domethënë nuk është xahiliet, nuk është në Islam, domethënë ja vlen me përmend atë. E treta, një e drejtë që është e jotja, dush me kërku ata. Dhe se kush do që e kërkon, me lejnë Allahut ka me i ardh, ka me ju kthi ajo, edhe nëse kërkon kohë. Apo, që ki personi Zubejdi, ki shkoj të disa prej Abdudarit, Makhzumit, ne përmendën, apo, shkoj me lip hakun, ata e refuzun, bile dhe qërtun. Am ki nuk unal. Shkoj e gjeti tash edhe një formë tjetër, shkoj unë gjithë në kodër edhe thiri, apo, edhe me lejnë Allah të i ardhë ndihma nëpërmjet kësaj beslidhe ose këtij traktati. Është një proverb që kam përmend, domethënë ulemaja, ma da'a haqqun wara'ahu taliban. Nuk ka me humb një e drejtë përderisa ka kush e kërkon atë. Andaj këtë rast, domethënë këtë Zubejdiu e kërkoi dhe i ardh ose dha i rasti me atë personin Khatham që ja kishin rrëmby vajzën, përderisa e kërkoi, domethënë i ardh ajo. E katërta prej dobive është se e kuptojmë vëllezër që ky hilf, që kjo beslidhje ishte si oazë në shkretirën e xahilietit, apo Mekja që i kena përmend, Mekja e cila ishte një shoqëri që kishte dominonte, domethënë shirku, apo ishte përhap shumë shirku, adhurimi i idhujve, zullumi, zinaja, ribaja, kështu me radhë, apo terima. Pas ka pas burra ose virtyte të mira që e ka dikush, janë atë dikon që ti kërkojsh ata. Andaj edhe pse ka pas zullum të madh, pas ka pas burra me ndërgjegje të pasur që dolën edhe e krijuni, e themeluni traktat të që e përmendën Hilful Fudul, apo. Dhe kjo është mësim për çdo thirrës të cilin Allah azza wa jalla e ka lënë ose ka bërë që të jetë me një familje, me një shoqëri që janë shumë larg fesë, apo që urrejnë Islamin, që e luftojnë Islamin. Mos i hub shpresa se ka dikun aty që dikush e meriton që ti ta thirrësh ata, sepse përderisa në Mekë në atë terr të madh ka pas dikush, domethënë ka me pas edhe dikun tjetër. E pesta vëllezër, zullumi e kuptojmë nga kjo pjesë e sirrës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se zullumi refuzohet ose luftohet pa më pasi çfarë forme është ose kujt i bën zullum. Pa më pasi kush bën zullum ose kujt i bën. Nuk është pasi, edhe nëse është njëri i thjeshtë që i bën zullum, ti duhesh me i dal ndihmë krah. Edhe nëse është njëri i madh që bën zullum, ti duhesh me luftu ata. Pa më pasi çfarë forme është ose çfarë feje është ose çfarë lloji është ose çfarë ngjyre është ose çfarë pozite ka shoqëri. Zullumit ti duhesh me i thonë ndalëm. Ati që i është bën zullum duhesh me i dalë në ndihmë. Hadithi kutsi Muslim nga Budharri nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka thot Allah azza wa jalla: Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalimu. O ju robët e mi, unë ja kam ndalu vetë zullumin dhe kam bërë të ju të ndaluar. Andaj mos i bani zullum njëri tjetër. Ose hadithi tjetër që është në Buhari, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Ndihmoj vllahun tan,
Pa në pasi që është zullumçar, që ban zullum, mos i bëhat zullum. Ta një Rasulullah, këti që i ban zullum, po të kuptojnë atë shmeni mu. Po ati që ban zullum që shtin e mu, ka thonë duke e ferenu atë, ose duke e ndarat. E gjashta dobi e vëllezër, që ka përmenu ulemaja, ose këqyre qysh në gjahiljet, do më thonë duke ushtin nga motivi natyror, e kanë refuzu, ose e kanë urrejt zullumi. Ata nuk kanë qenë fetar, apo Zubejri ibn Abdul Muttalib nuk ka qenë fetar. Apo veç nga natyrshmëria e tij, apo e ka urrejt këta. Ti si musliman, që dush me pas një shtitës ala më të fortë, që është shtitës fetar, apo motivi fetar, që nuk bën dash me atë natyrorën, apo me fitretin tan. Atë me një vi, dush me pas edhe më shumë me urrejt, edhe më shumë me luftu, pa në pasi çfarë forme që është ai. E shtata, e kuptojmë që lejohet ndonjëherë edhe obligohet që të bësh marrëveshje, aleancë, beslidhje me dikant, nëse është me synim të mirë. Allahu shka tha në Kur'an: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Ndihmoni njëri tjetrit në punë të mira dhe devotshmëri, dhe mos i ndihmoni tjetrit në punë të këqija dhe armiqësi. Amu do të me pas të kujdes që mos me ka një vepër, një beslidhje e cila pastaj do t'i kthehet islamit me të keqe, ose do të çon deri tek me një falloj hizbi, ose do t'i ngjon xhamis dirar. Apo kena më përmene inshallah në periudhën medinase, po ka një xhami që e kanë ndërtu kush, janë marrë vesh disa munafik, që kanë qenë 12 për tyre, që në gjith pothuajse në gjith me xhamin e Kubas, me ndërtu një xhami që ata janë thirrë ose kanë pretenduar se është xhami për të mirën e muslimanëve. Apo në realitet Allah azza wa jalla zbret ajete që i tregon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që nuk është xhami me një jetë mirë, por është xhami vetëm i përçar muslimanët. Sepse ato ka shku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke u përgatitur për luftën e Tebukut, ka shku njëri për munafikët, ka thënë Rasulullah kena ndresh një xhami, të vish të falësh edhe bereqetin tan, të bash lutet ata, ka thënë ina në udhtim kur të vinë duke ardhur, thuhet një ditë ose gjys ditë para se me mëri në Medinë zbret Allah azza wa jall, dhe i thot la takum fihi abada, mos u fal asnjëherë aty. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dërgon më e kall ata dhe me prishat si xhami. Domethënë ajo është ngjit si xhami, janë marrë vesh disa persona për me bëni xhami, mi në realitet nuk ka qenë synim i mirë, apo. Andaj ti dush me një bu dhe me marr pjesë me dikana, më nëse kuptohet që tash, po edhe më vonë ka me konë mirën e muslimanëve. E jo tash me të mashtruar dhe pastaj e shef që para pejgamberi alayhi salatu wasallam ti shfalen çat xhami. Se i kishë shfryzu pasaj munafikat për me bë fitnë, apo, sepse ata e kanë synu. E teta prej dobive vëllezër është se muslimani do të me kanë pozitiv pa dhe aktiv në shoqërinë e vet. Kjo pak u përmend, apo. Nuk do të me kanë thjesht vesh si një vëzhgues në rrethonat që ndodhin rreth tij, apo, ose vesh me kanë thjesht një numër në shoqërinë që ndodh. Jo, pejgamberi alayhi salatu wasallam ka pjesë aktive bile edhe vëmendja, domethënë është fokusuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Derisa e kanë quajtur edhe el-Amin. Dhe në thamë se sot do të përmendim ngjarjen, mi për në realitet kam bet për ligjëratën tjetër, inshallah me lejen e Allahut, do të flasim çiket el-Amin çish theksohet ose çish del në shesh, në pah, me njërin prej ngjarjeve të jetës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj pejgamberi Allahut është stolis me virtyte të larta, të cilat i ka kultivuar vazhdimisht dhe pastaj këto i kanë ndihmuar çaj thirrjen e tij me kon më produktiv, apo. Se tash shembull, a kanë shumë i dallum, derisa kanë thujt edhe el-Amin. Tash po s'kan mujt kur qish nëpërmjet kësaj dere me sulmu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, më thonë që ti po ama ti je na mësuar se ti rrein ndonjëherë. Ose na mësuar se ti ndonjëherë bën padresi. Jo, këtë virtyte të larta nga po s'kan mujt nga kjo dera me sulmu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj dhe thirrja jote për me kon më e frytshme, për me kon me pasion më të fortë, dush me kon ti solisur vazhdimisht me kon i kujdesshëm. Mos thuaj se valla këtu s'prish punë ndonjëherë. Ne kena përmend ndonjëherë në për transmetime të hadithe. Domethënë ulemaja e kanë këshirë edhe fëmin mos për rrein transmetuesi hadithit. Ose mos përrejnë edhe kalin, mos përrejnë. Në më thonë që e kanë mashtru me ushim, hajde kise me morë, kanë thonë, nëse s'ka ushim, nuk e marë hadithin këti, se ki nëse kanë shmësu kalin me rejnë, ka me rejnë edhe këtu. Tash nëse, kjo është çështje e vogël, ama, dikush mund të me shvizu pastaj me të sulmu. E nanta për dobive është, kuptohet nga kjo ngjarja, zullumi, padresia ose arroganca e Wail, Al-As ibn Wail. Al-As ibn Wail, o vëllezër, që kish marë kush, u përmen fillim, apo, që ja ka marrë këti Jemenasit, ja ka marrë mallin, po s'ka ka dhënë pagën. Apo, Al-As ibn Wail.
njëri zullumçar, njëri arrogant, apo ki pastaj edhe pas Islamit ka më kon pe armikëve më të mëdhtë Islamit. S'mundet që ki pastaj ta pranoj Islamin. Shumë është larg, sepse si je, çish është në hadith, ai xehet apo çka no. Khiyarukum fil Islam, fil jahiliya khiyarukum fil Islam. Çato më të mirë në jahiliet ka më kon më të mirë në Islam. Më të këqit. Ata ki zullumçar, arrogant, pastaj çashtu ka më vazhdu. Derisa ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në mas Islamit e ka taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pasi që ka vdekur djali i tij Abdullah. Edhe e ka taku në njërin prej dyrëve të Safas. Duke dal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ki duke hin. Edhe i ka thonë, çfarë do thotë Zoti ka me atë farsosurin, al-abtar. Domethënë se çfarë i vdishën këtë xhamt dhe s'ka më pasardhës. E shata Allah inna sha'ani akahu wal abtar. Çfarë të urrejnë ti çaj ka me kon abtar. A kjo është baba i Amr ibn al-Asit, sahabi. Hisham ibn al-As, sahabi. Do të kanë me dalë i këtij babës, sahabi. Ama ki ka me kon pasaj, ka vdek me një vdekje shumë të keqe, inshallah do ta përmendim ku t'i vën radha. E tash qish për një babës të keq me dalë djalë i mirë. Ibrahim alayhis salam ka pas babë. Dobi tjetër vëllazër e kuptojmë burrnin që ka pas Zubair ibn al-Awwam, i cili ishte domethënë themeltari ose iniciatori i kësaj beslidhje. E 11 dhe parafundit është vlera e Banu Hashim, fisit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Apo, se tham, Zubair ibn Abdul Muttalib e mbledhi fisin e vet, fisin e Zuhrës e kështu me radhë për me bën çket traktat, apo. Andaj këtu del shesh edhe vlera e fisit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pse mjafton veç fakti që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka nga mesi i tyre për me tregu për vlerën që kanë. Dhe e fundit o vëllezër, nuk të bën dobi. Nëse ti nuk e beson Allahun dhe ditën e gjykimit, nuk bën dobi puna e mirë. Ku e kuptojnë këta? Te rasti i Abdullah ibn Jud'anit. Tham se ka qenë familjar me Aisha radhiyallahu anha. E Aisha radhiyallahu anha i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam hadithin Muslim, ja Rasulullah, ibn Jud'an kana fi al-jahiliyyah yasilu ar-rahim wa yut'imu al-miskin, fa hal dhalika nafi'u? Ja Rasulullah, ibn Jud'anin në jahiliyetit ka qenë kujdesshëm për lidhjen farefisnore, po edhe i ka dhënë ushqim miskinave. A kam i bën kjo dobi? I ka thonë la yanfa'u, nuk i bën dobi. Innahu lam yakul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawmati. Ka thonë nuk i bën dobi se ki thot asnjëherë, asnjë ditë nuk ka thonë o Zoti jam, mi fal gjunohet ditën e gjykimit. Do të thonë nuk ka qenë besimtar. E që tash pasi s'ka qenë besimtar nuk kam i bë dobi edhe pse ka qenë njeri i mirë. Pina tu fol për në ahiret. Sepse për në dunja ka on hadithi Muslim nga Enesi radhiyallahu anhu se kam i bë dobi. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wasalam se puna e mirë muslimanit i bën dobi në këtë dunja dhe në ahiret. Ndërsa jo muslimanit puna e mirë i kthehet në këtë dunja, mirë po jo në ahiret sepse nuk ka të mira. Allah yaj'aluhu habahan manthura ose ja kthen këtë dunja. Kisha përmend vëllazër veç 3 raste. Një rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe 2 të talebëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që tregojnë se si ata pastaj më pas Islamit kanë qenë jornek, domethënë shembulltyr në çështjen e drejtësisë. Shkurt. Pejgamberi alayhi salatu wasalam jornek për çdo virtyt lart, po edhe çështjen e drejtësisë, domethënë ai që shkon në xhahiletit ka marr pjesë të kjo alansë, jo më pastaj si pejgamber. Ka qenë pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam duke drejtuar safet në luftën e Bedrit. Edhe me shigjetën e tij, domethënë jam shon Sawad ibn Gaziyya radhiyallahu anhu, jam shon në bark që e kishte shplum për faktin se ai ka dalë pak para safit, për me drejtu. Edhe i ka thonë istawi ya Sawad. Ka thonë banu drejtoj. Ai ka thonë pastaj që ja Rasulullah, ka thonë auja'tani wa qad ba'athaka Allahu bil haqqi wal 'adl fa aqidni. Ka thonë ja Rasulullah, Allah të ka dërguar me hak edhe me drejtësi. Ka thonë më mshove, du me marr hak. Pejgamberi alayhi salatu wasalam çka bani? Nuk ka kanë të i drejtu safët për namaz vëllazë. Nuk ka kanë të i drejtu safët për diçka tjetër. Për luftën e Bedrit. Ka mujt më thonë atë shazheta. Ta kryna luftën e sosa pas e muhabetit. Për pak punit u marra. A ne kena përball armikun që ne nuk kena ardhur për luftë. Nuk kena ardhur për ballafaqim. Edhe pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në transmetim i thot merr hak, jo thot ja Rasulullah, unë e kam pas barkun e shplut. Shploj edhe ti. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e shplon barkun dhe ki shkon e qaf pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe e puth në bark.
E thot ma hamalaka ala hadha ya Sawat. Çka të gjet, domethënë çka të shtin me bë këta. Thot ja Rasulullah, ti e shef se çfarë pozite jena. Domethënë muna me shkuën. Apo në luftë. E dashta që lukura ime dhe lukura jote të bëhen bashkë para se mu shprëngull ka kjo dunja. Dhe pastaj pejgamberi sa u lut për ta për të mirë dhe tha bashkoj. Por pejgamberi alayhi salatu wasallam i drejt. Edhe në këtë rast vëllazër, domethënë që tregohet ndër shesh drejtësia e tij. Është një rast me Omerin radhiyallahu anhu, kur i kanë ardhur ajo kurora dhe ato bilizykte Kisras, që kanë pjalltanit. Edhe çka ka thonë Omeri radhiyallahu anhu, ka thonë inna alladhi adda hadha la aminun. Tash kone khilafetit të Omerit radhiyallahu anhu. Ka thonë çka që i ka prun këto është njeri i besueshëm, emin. Pse njeri i besueshëm? Po halltan, ka mujt pel larg, ka mujt me marr diçka pikë kësaj. Mos ketë belen diçka. Ka thonë mos i ka ardhur deri tek këtu, ka bë ball, domethënë nefsin e vet, është person të besueshëm. Çe ka thonë njëri që ka qenë prezant, ka thonë ja emir al-mu'minin. Ka thonë përderisa ti je i drejtë me Allahun, Allah ka më të afru dikant që është i drejtë. Nëse ti je zullumçar, Allah ta bën dikant që të bën zullum. Dhe rasti i tretë dhe i fundit është rasti i Alis radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu vëllazër e ka hub parzmorën e tij. Edhe e shef një ditë për ditëve tek një jahudi. Edhe i thonë që kjo është parzmorë ime. Jahudia thotë jo, është e jemja sepse unë e kam dorë. Jo thotë e jemja është. Ani thotë shkojna tek kadia. Tash Ali radhiyallahu anhu është khalife. Këtë kohë. Thotë shkojna tek kadia. Ani thotë shkojna tek kadia. Kur shkojnë tek kadia kush? Shurejh el-Qadi. Rahimahullah. Kur e shef tash Ali radhiyallahu anhu, thotë hes bujron tek vendi jam. Sepse khalife. Edhe ulet tek vendi vet Ali radhiyallahu anhu. Thotë mos ti shkon hasmi jam jahudi, nuk kisha pranu më ultu, po ish me ul para teje bashkë. Ti shkon musliman. Ama për faktin se është jahudi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka urdhëruar, ka thonë la tujallisuhum. Mos u ulni bashkë me në nivel sepse tash jeni në forcë. Apo ato janë shtetin ju, mos u bani bashkë me to. Tamam thot Shurej thot hajrolla, çka u bë, çka ndodhi? Thot kështu, parzmorën time e kam hub, thot e kam gjetë jahudia, është e jemja. Çka bën? Khalife. Ai thot ç'është khalife, usos më vete. Jo thot çka është puna thot o jahudi? Ç'është edhe mendimin tan, se s'ban me xhuku veç me një palë. Edhe nëse është domethënë tjetri, ka thonë më të i ka thonë jahudis çka, ka thonë më të kulu ja jahudi, ka thonë dir I wa hiya fi yadi. Ka thonë është parzmora ime dhe kam dorë time. Apo dhe Shurehi kthehet Alis radhiyallahu anhu dhe i thot o emir i besimtarëve sadakt. Në vërtetën e ke thonë është parzmora jote. A më zguxoj me xhiku përderisa nuk më bër më sjell mu dy dëshmitar. Nuk mjafton tash pse i emir i besimtarëve, por më kanë pa dëshmitar. Edhe sjell kanë berën edhe Hasan ibn Ali. Kanë berë kush ka qenë? Ka qenë rob që e ka liru Ali radhiyallahu anhu. Dërsa Hasan ibn Ali ka qenë djali vet, apo? Edhe Shurehi thot parin dëshminë e parit po e pranojna, a më dytit nuk e pranojna për arsye se s'ban me xhiku, me dëshmu djali për babën e vet. E Ali radhiyallahu anhu thot thakilet ke ummuk, të pas nana. Thot a nuk i ke dëgjuar Omerin radhiyallahu anhu duke thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se el Hasan wal Husain sayyida shababi ahli janna. A nuk i ke dëgjuar pejgamberi Omerin duke thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Hasani dhe Husaini kanë më qenë djalmosha ose prisit e djalmoshave të banorëve të xhenetit? Ka thonë Allahumma na'am, thot po. Ka thonë çish se pranon dëshminë e dikujt që është? Ka thonë nuk mundam me pranu se vetë që është djali jot. Atëra Ali radhiyallahu anhu thot merë atë parzmorën, kthej tash jaudit, ama dhe e kërcënon Shurehin se do ka më çu me një katun të Kufës. Si dënim, domethënë 40 ditë kimë xhiku për arsye se ke pranuar këta që dëshminë e dikujt, ama parzmorën e tij ja kthen jaudis. Domethënë atë seancë del fitimtar jahudia. Çka thot jahudia? Thot Emirul Mu'minin jaa ma'i ila qadi al-muslimin. Thot emiri besimtarëve, thot pru mu tek kadia e muslimanëve. Fa qudi alayhi waradi, thot dhe u xhiku kundër tij dhe kerazi. Thot sadaqta wallahi ya Amir al-Mu'minin. Vërtetën e ke thonë emiri besimtarëve. Parzmora është e jotja, të ka rapi devës unë e kum marr. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Ka pranuar Islamin.
Ali radhiyallahu ja dhuron pastaj si dhurat, pse ka hyrë në Islam, ja dhuron çat parzmorën, plus edhe jep edhe disa para, bile për me dëshmu pastaj që ketë sa kanë i sinqert në Islamin e tij që Adia ka qenë për atyre që kanë luftuar bashkë me Ali radhiyallahu në luftën e Sifinit, që nëse i vjen koha edhe ne do të flasim për ta. Andaj Rasulullah alayhi salatu wasalam, i cili qysh para Islamit ishte i dalluar në çështën e drejtësisë, pastaj edhe në Islam, pastaj edhe ata të cilët ishin domethënë talebet e tij, shokët e tij alayhi salatu wasalam kanë qenë ata të cilët në mënyrën më të mirë kanë zbatuar fjalën e Allahut, "Wa idha hakamtum bayna an-nasi fahkumu bil 'adl." Apo "Wa idha hakamtum bayna an-nas", nëse gjykoni në mesin e njerëzve, gjykoni me të drejtë. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.